E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me njëherë pas përfundimit të Prime-it. Në fakt ashtu si që edhe Ledioni e tha, ka që një Prime shumë i nxehtë, ka që një Prime shumë dinamik dhe një Prime që unë e them që doli jashtë kontrollit. Çfarë ndodhi sonte? Sonte çfarë nuk ndodhi? A ishte e vërtet qasja e nënës Selinës kundërdrejt situatave që ka ndodhur në atë shtëpi. Dhe a ishte kërkesa e saj vërtet e kërkueshme. Unë mendoj që po të lidhim situatat dhe po të analizojmë mirë ngjarjen se çfarë ka ndodhur, babai i Selinës në shumicën e rasteve ka sjell informacione në shtëpi. I solli nëpërmjet Gretës, i solli nëpërmjet vllaut të Selinës, Onos. Të gjithë domethënë familjarët që kanë hyrë i kanë thënë Selinës që largohu nga Miri. Selina është gabimtare deri në një pikë që nuk dëgjonte informacionin e familjes, por shkonte me kokën e saj, shkonte me mendjen e saj se ndoshta dinte më shumë dhe në momentin që hyri Shëndriti, Selina e kuptoi që ka ca gjëra që jashtë nuk shkojnë. Dhe këtu ajo u largua. Tani, hyrja e nënës së Selinës sonte në shtëpi. Besoj dhe jam shumë i bindur është një kërkesë jashtëzakonisht e madhe nga babai i Selinës, i cili kërkonte me pafund që të ketë një qasje me vajzën e tij. Në emisionin Fan Club me Kiara Titon, zotëri Jetoni ka thënë që domethënë kishte pak hatërmbetje me Sara Hoxhën, me producenten e këtij spektakli. Dhe unë që aty e pash domethënë se ka diçka që nuk shkon mes produksionit edhe familjes së Selin. Në rregull, Selina arriti që të takojë familjen nënën e saj. Nëna e Selinës, si çdo nën tjetër, kishte një kërkesë. Kërkonte që e bia të largohet dhe ishte me të drejtë. Tani pse nuk e kërkoi çik më herët, domethënë këtë gjën? Ajo është një pikpyetje shumë e madhe, sepse un kam informacion që babai i Selinës daljen e Selinës e ka kërkuar që më herët, kur domethënë situata filloi që të eskalon krejtësisht në raportin mes Selinës edhe Mirit. Domethënë në momentin që hyri dhe Greta, Selina nuk e kuptonte mesazhin dhe që aty domethënë familjarët e Selinës kërkonin që Selina të largohet nga shtëpia. Unë mendoj që të gjitha ato gjëra kanë përfunduar që në momentin kur Selina filloi rrugtimin e saj me Gimbon. Çfarë ndodh tani? Po ta logjikojmë në mënyrë të detajuar. Nëna e Selinës futet brenda në surprizën, domethënë futet brenda në shtëpi. Fillimisht ajo nuk flet as për burrin e saj, as për djalin e saj, as për vajzën e saj të vogël. Ajo i jep informacion direkt. Ke të fala nga nëna e Gimbos, ke të fala nga motrat e Gimbos, jemi takuar, të duan shumë dhe të respektojnë shumë. Kjo ishte një mesazh që nuk kuptonte që marrëdhënia jote me Gimbon jashtë është e finalizuar dhe mos bësh asnjë lloj gabimi që të afrohesh me Mirin, sepse produksioni në fillim të Prime-it e nxori marrëdhënien e Selinës edhe Mirit sikur këto të dy po afroheshin me njëri tjetrin. Dhe më pas, nëna e Selinës e pa momentin, duke mos cituar emrin as të Rogertit edhe as të Mirit, që ajo kishte me të drejtë që të silleshte me një gjuhë më arrogante, se në fund të ditës Rogerti aty ka përmendur dhe motrën e saj, do thënë dhe tezën e Selinës, çrëndësi ka të përmendet tezja në shtëpi, ku kjo zonjë mundeshte të shprehet me një gjuhë që edhe t'i ofendonte masovikisht ato, ashtu siç e kanë ofenduar ato familjen e zonjës së fjalë, edhe të bien, por kjo nuk e bëri. Dhe më pas ajo kërkoi që ta merrte të bien, por lufta e produksionit, që më ishte e dukshme domethënë, që vajti një orë lufta e produksionit, e bëri që Selina të vazhdon brenda në shtëpi dhe jam i bindur që në dhomën e rrëfimit, sepse Selina kur doli nga dhoma e rrëfimit, Rogerti ishte i tensionuar, tani duke e njohur karakterin e Rogertit, duke e njohur tipin e Rogertit, të mos kërkon Rogerti të flet për një surprizë ku kryefjala ishte ai dhe Miri. Unë jam shumë i bindur që Rogerti ka hyrë në dhomën e rrëfimit dhe produksioni e kanë qetësuar duke i thënë që lëre sonte këtë muhabetin, le ta merr pak veten Selina dhe pastaj bjeri përsëri. Dhe unë këtë e shoh të gjithën një skenar vetëm e vetëm për t'i mbajtur banorët brenda kontrollit. Tani, pse Miri e përdori këtë gjuhë në fund dhe pse
u ndje kaq i fyer. Unë mendoj që Miri nuk u ndje i fyer për finalistin e parë, se Miri e di shumë bukur që Miri do t'jetë në finale. Fundja fundit, Miri më shumë dëshironte që t'jetë Selina në finale se sa Miri. Tani le t'jemi të vërtet. Miri u fye sepse e pa veten shumë keq, duke dalur si një djalë i cili po dëmton dhe po demoralizon një vajzë 23 vjeçare dhe një familje të saj. Sepse familja e Selinës nuk merreshin me të kaluarën se çfarë ka ndodhur para gimbos. Fjalët që ato i kishin vrarë dhe fjalët që i kishin ofenduar, duke patur dhe vajza e tyre një marrëdhënie të hapur jashtë, ishin fjalët që u përdorën kokra që e tha do me thënë Miri, dhe puna e filmit Treshe, që tha Rogerti, që nën kuptojnë filmi Treshe, dihet se çfarë është, do me thënë marrëdhënie seksuale Treshe. Dhe Miri aty tha të del buka nga goja. Tani normalisht ajo si nën nuk e toleron dot që një vajzë e cila ka krijuar një lidhje, ka krijuar një ndjesi dashurie, do me thënë i dashuri i saj, ta shikon dhe ti dëgjon këto fjalë dhe normal në këtë mes prindi si prind kërkon që vajza e tyre të mbaroj këtë kapitull, se nuk është në pyetje çmimi i madh, se ato e din shumë bukur që Selin nuk e fiton Big Brotherin dhe kërkojnë të vërtetën, do me thënë kërkojnë që e bija e tyre të del. Tani Miri se u acarua në fund u acarua, por që është fajtori për të gjithë këtë situatë në shumë fajtor, por që pa faj nuk është dhe Rogerti. Rogerti është shumë fajtor sepse Rogerti ka përdorur një gjuhë të tmerrshme, ka përdorur ofendime, ka sjell histori nga jashtë, ka sjell problematikat e kësaj familje, gjë për të cilën do me thënë nuk është e drejtë që të përdoren brenda një spektakli. Po kush është fajtori më i madh në këtë mes? Fajtori më i madh në këtë mes është produksioni që toleron këto banor të flasin çfarë të duan, si të duan dhe si të mendojnë ato, duke mos respektuar asnjë rregull brenda kësaj shtëpie dhe duke thyer çdo normë brenda kësaj shtëpie. Tani pyetja që ju mund të më bëni, po mirë Tiron, si mendon, a do vazhdoj lufta me Selinës dhe Rogertit dhe Mirit? Me Selinës edhe Mirit nuk do të vazhdoj lufta. Miri këtu ka mbyllur më kapitullin me Selin, sepse e par veten sonte se sa keq është jashtë dhe se sa janë të lënduar familjarët e Selinës. Vetëm qasja që nëna pati, do me thënë që unë nuk të toleroj më, ti nuk e ke vendin për këtu, por e ke vendin për në ardh, nuk kupton që këto janë dhuma, do me thënë këtë tha ajo. Ndërsa nga ana tjetër, Rogerti do ta vazhdon këtë luftën dhe këtu, siç e thash edhe më herët, do të bëhet krisja tani mes Rogertit edhe Mirit. Tani shkatrohet marrëdhënia apo shoqëria e ndërtuar mes Rogertit dhe Mirit, sepse Rogerti do kërkon nga Miri që ta mbështetën në debatet që do të ketë me Selinën, Miri nuk do ta bën këtë gjën dhe më në fund do me thënë Rogerti do të mbetet njeriu i cili i tha fjalët më të zeza. Unë sonte e pash Selinën shumë të mërzitur, e pash Selinën shumë të thyer, por njëkohësisht familja e Selinës ka shprehur këtë shqetësimin që në momentin kur unë e dëgjova babain e Selinës duke folur me Kiarën në linjën e drejt për drejt në fan club, që thonte që unë dua të kem qasje me produksionin, nuk kam gjë me njerëzit e tjerë, unë nuk ulem me babain e Rogertit. Do me thënë një gjë që Rogerti e kërkonte. Uroj me zemër që të qetësohen, por nuk e besoj që do ketë qetësi.